këtë tipe? Ndoshta më shumë do të kisha thënë son shqetësuese që Kosova ka hyrë në lupën e organizatave ndërkombëtare të sigurisë, siç është Europoli. Fakti që kjo strukturë shumë e rëndësishme e sigurisë ka pas punë në Kosovë, ka qëndashur që të organizoj planet përbashkëta operative për një çështje të ndjeshme, nënkupton se Kosova është seriozisht në probleme sa i përket çështjes së sigurisë publike. Ky rast dhe shumë raste të tjera dëshmojnë që nga viti në vit Kosova përshqet drejt një, mund ta quajmë ashtu, destabilizimit të aspektit sigurisë publike dhe po bëhet zonë e interesit strukturave ndërkombëtare të sigurisë, qofshin në aspektin e luftimit krimit organizuar, qofshin edhe ajo që është më shqetësuese spionazhit apo edhe terrorizmit. Duhet përmend faktin që më parë kemi pasur edhe një rast ku Kroacia kishte arrestuar një qytetar të Republikës Kosovës për çështje spionazhi, sepse e njëjta kishte kryer veprën e spionazh duke rrezikuar seriozisht forcat e sigurisë ndërkombëtare në Kosovë dhe raste të tjera që mund të themi se Kosovën po e bëjnë pjesë të interesit medias, të interesit të strukturave ndërkombëtare sa i përket problemeve të sigurisë. Çdo vend i cili merr vëmendjen organizatave ndërkombëtare të sigurisë dhe medias ndërkombëtare në aspektin e luftimit krimit organizuar, do thotë se ai vend ka probleme serioze dhe ka performancë jo të mirë sa i përket çështjeve që lidhen me sigurinë apo zbatimin e drejtësisë. E pam që njëri prej të dyshuarve ishte dënuar edhe për pjesëmarrje në grupe terroriste, por si rrjedhoi pasuria ishte konsideruar